Tash, si LDK nuk do doja me generalizu. Ama vetëm se nuk mundesh me prit një po. Jo, kjo të regon qartë që nuk ka koordinim të partive politike lidhur me këto kauza. Nuk ka një blok opozitor, po dhe nuk ka. Kjo du të lexoni drejt, a shihni që... A pret Lutfi Aziri një koalicion Braveheart? Po atë sa njerëzit e kanë po një koalicion të mushëm LDK VV, po atë që është, ma shumë është i mundshëm për mendim të jemi një koalicion VV-PDK. Nuk është e thonën që jënë mbyllë, është e leadershipi tyre, se si do të trajtojnë, se e trajtojnë, por ne edhim që Zoti Hamza tash, si nominum për kryeministër e ka fjallin e vetë, e korën e vetë për kundër që ka dhonë dorëheqje, që është handicap mes me qenë në kuvend, ju shtyt detyres parë që e ka premtu e ka fitu, po leadershipi i PDK-s i vlerëson ato situata se që dhe është interesi tyre politik, po... Se po thu që është ma letë, këta kanë ma letë se ju me VV-n? Sepse ne kemi histori bashkëpunimi. Se ju atëherë me VV-n? PDK nuk kanë histori bashkëpunimi. Ne kemi pas histori... Se ju atëherë me VV-n? Ne kemi pas histori të rëndë të kundërshtimeve politike, e cila është përkthyer në bashkëpunim. O zbut, edhe shtyjmë bashkëpunim edhe në mirë besim, për me punu të shka bashkë. Tjetër shka që marrëdhëniet njerëzore e dëmtuan procesin, se LDK-ja dhe VV-ja në 2020 nuk kanë pas probleme politike, se raportet njerëzore e kanë dëmtuar. Se me shkanë diçka, me pas shkanë politike. Për thamë këto me siguri, sepse raportin marrëveshjen politike unë e kam udhëheqë dhe e kam realizu, në emën të leadershipit të LDK-s. Dërsa pjesën programore ka punu Lumir Abdigjiku, Abdullah Hoti, Besnik Bislimi me ekipe që i këna pas. Asë një problem ideologjik nuk na ka shkaktu ndarjen. Asë një problem ideologjik, asë një problem programor, asë një politikë sektoriale. Ajo është vendim që e ka sjell me prish qeveri, jo me mojt qeveri. Po ky raporti PDK-s me VV-n nuk e preashton mundësinë e kundërshtive me çunë në një bashkëpunim. Zoti Aziz, atë ku mendojnë që është një dallim për mua thelbësor, ta zëm në një bashkëpunim të mundshëm PDK-VV, që se për ashtu që mund me ndodh, në një bashkëpunim të djeshëm LDK-VV, edhe në një bashkëpunim të pardjeshëm, e shpresoj të nesër, PDK-LDK. Ka dy lloj përmendimin tem besime që duhet ndërtohen në situata tilla me qeveri tilla. Pra e para është kjo besimi ndaj, si me thonë, i besnikërisë ndaj marrëveshjes. Te e bën një marrëveshje politike, edhe që e marrëveshje duhet mos zbatu. Nuk është zbatu gjithë me PDK-n, dakord jam. Domethënë nuk është çu deri në fund. Ka edhe një tjetër besim. E ajo është besnikëria ndaj procesit, në të cilin unë mendoj që ju dhe PDK-ja nuk keni pas dallime historikisht. Procesit madh për cilin jeni hi. Aty keni pas pajtim. E pastaj këtu ka pasur ndërskamca mos pajtime, më thash po, dakord. Mendoj që me kurtin dallon cilësia. Jo vetëm ndaj marrëveshjes politike që ti arrin për qeverisje, për shembull, ku pajtoheni ta zëm që nuk mundet më përjashtu ministri i LDK-s pa miratimin e LDK-s, edhe ai e bën të kundërtën, po edhe ndaj procesit. E mendoj që në situata të tilla, tek e fundit ti mundesh me e pranu një marrëveshje ku si beson fort partnerët që ka me respektu marrëveshjen politike,